Të nderuar teleshikues, selamun alejkum, mirë se takohemi në emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për Ramazanin si muaj i fitoreve. Me të ftuarin tonë në studio do të kuptojmë se për cilët fitore bëhet fjalë në këtë muaj. E me mua është Hoxh Adnan Pallça nga Raveci, me cilin do të trajtojmë këtë temë. Hoxh, selamun alejkum, mirë se erdhët. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjetë. Hoxh, jemi mësuar për juve dhe kolegëve tuaj të dëgjojmë se shprehjen se Ramazani është muaji i fitoreve. Çka synoni thoni me këtë? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Përshëndetje tona të përzemërta, salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë muslimanëve që ecin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Prej veçorive të shumta dhe të panumërta të muajit të Ramazanit është edhe veçoria se Ramazani është muaji i fitoreve, është muaji i triumfit nga dënimit, është muaji i fitoreve me të dy llojet e saj. Fitoret apo fitorea materiale fizike dhe fitorea shpirtërore. Në Ramazan është fitorea e njeriut, dritës dhe të vërtetës. Pikërisht në muajin e Ramazanit filloi të zbres Kur'ani, i cili konsiderohet, pra zbritja e Kur'anit konsiderohet fitore më e madhe e njerëzimit mbi errësirën e ignorancës. Prej kësaj date dhe me fillimin e shpalljes së Kur'anit, zbritja e Kur'anit ka hapur një faqe të re në historinë e njerëzimit. Nga kjo ditë, nga kjo datë, nuk ka më monopol ignoranca, mosdia, sepse njerëzimit filloi t'i vinte udhëzimi nga ana e Allahut të lartësuar, të zbres drita e Kur'anit, me të cilën do ta shuaj errësirën e ignorancës. Kjo ngjarje paraqet triumf të njerëzimit në përgjithësi, sepse botërisht u luftua ignoranca, u luftuan edhe besimet e padrejta të kota, të gabuara, dhe njeriut ju mundësua ta njohë të vërtetën dhe ju krijuan atij kushtet për identifikimin e sakt dhe preciz të së gabuarës. Ramazani, apo në Ramazan, kemi llojin tjetër të fitores, e që është fitoria e njeriut, e besimtarit dhe besimtares mbi veten e tij. Pikërisht, muaji i bekuar i Ramazanit, me agjerimin e të cilit njeriu e privon veten e tij nga ushqimet, nga gjërat, pijet, nga gjërat e lejuara, të cilat i ka halal jashtë Ramazanit, dhe me këtë ai i privon pasionet, egon dhe kënaqësitë e tij materiale. Pra, tek ai fiton apo triumfon ana shpirtërore ndaj anës materiale. Po ashtu, në Ramazan kemi fitore fizike, fitore të muslimanëve ndaj armiqve të tyre, ndaj armiqve të Islamit dhe të muslimanëve. Kushdo qofshin ata. Dhe kjo më së miri vërehet në fitoret e muslimanëve që kanë korrur në ekspeditat, luftrat, betejat të cilat kanë ndodhur gjatë muajit të Ramazanit. Po ashtu, nëse shikojmë në Kur'an, do të vërejmë se Allahu i lartësuar fjalën fauz, apo termin fauz, me të gjitha derivatet e saj, të kësaj fjale, e që ne e përkthejmë triumf apo fitore, Allahu e karakterizon dhe thot që fitore reale është kur njeriu i shpëton zjarrit të xhehenemit dhe futet në xhennet.
Për shembull në një ajet kuranor në surën Ali Imran, Allahu i lartësuar thot: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush i shpëton zjarrit të xhehenemit dhe futet në xhennet, ai ka fituar, ai ka triumfuar. Dhe pikërisht kjo ndodh gjatë muajit të Ramazanit, muaj i cili veçohet me agjerim. Njeriu me agjerim ka mundësi ta ruaj apo ta mbroj veten e tij nga zjarri i xhehenemit dhe të arrijë që të futet në xhennet. Për shembull në një hadith të shkurtër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "As-sawmu junna yastajinnu biha al-'abdu min an-nar." Agjerimi është mburoj me të cilën njeriu, besimtari, muslimani mbrohet nga zjarri i xhehenemit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith tjetër dhe thot: "Man sama yawman ibtigha'a wajhi Allahi, khutima lahu biha dakhala al-janna." Pra, kush e agjeron një ditë për hir të Allahut dhe me agjerim e përfundon jetën e tij, vdes duke qenë agjeruar, apo vdes në iftar, ai do të hyjë në xhennet. Pra hoxh, me këto argumente mund ta kuptojmë se Ramazani ndihmon njeriu pra që të fitoj pra në luftën e arsyes kundër egos apo jo. Pikërisht ai i cili mendon në kuptimin e agjerimit do të gjej çudira. Çudia vërehet nga kuptimi i përgjithshëm i agjerimit. Shohim që besimtari, muslimani, e privon veten nga gjërat e lejuara që i ka. Dhe me këtë, ai e mbisundon epshin, pasionin, dëshirat e tij, me të cilat nëse i dëgjon, nëse i respekton ato, ai mund të bie në shkallë të ulët, pra në shkallën e kafshëve. Në të njëjtën kohë, vërejmë që agjerimi e forcon anën shpirtërore tek një agjerues, tek një besimtar. Dhe me këtë, ai ngritet në shkallën e lartë, në shkallën e melekëve. Ai që mendon kur ndalemi dhe mendojmë në abstenimin e besimtarit gjatë agjerimit, në abstenimin e tij nga nevojat e barkut dhe nevojat e organit gjenital, do të vërejmë se ky abstenim nga e lejuara jashtë Ramazanit do të thotë që besimtari mund të përmbush atë që Allahu i lartësuar atij ja ka lejuar jashtë Ramazanit. Mund të përmbush në çdo kohë. Mirë po, edhe gjatë Ramazanit mund t'i përmbush këto nevoja. Nevojat e barkut, apo të epshit. Mirë po, ai e ndalon veten, e privon veten, abstenon nga këto gjëra, sepse i përgjigjet urdhrit të Allahut të lartësuar. Dhe këtu vjen në shprehje një urtësi shumë e lartë. Vjen në shprehje një urtësi e cila na thot: o ti njeri, o ti besimtar, pasi që ke mundësi të abstenosh nga këto gjëra të cilat i ke pasur të lejuara, të abstenosh nga këto gjëra për një kohë të caktuar, atëherë duhet të turpërohesh nga Allahu i lartësuar dhe të abstenosh nga gjërat e ndaluara jashtë këtij muaji të Ramazanit. Me këtë e vrem që agjerimi është një trajnim praktik, është një shkollë praktike e cila fillon nga abstenimi nga gjërat e lejuara për një kohë të caktuar, pra fjala është në Ramazan, dhe arrin tek qëllimi kryesor dhe e bën që njeriu të abstenoj dhe të largohet nga gjërat e ndaluara, pra gjatë edhe pas jashtë Ramazanit. Pse thoni se Ramazani apo të agjeruarit ndihmon në ndaljen e epshëve? Në çka bazoni kur e thoni këtë?
Allahu e ka nderuar njeriun dhe këtë nderim i ka dhënë begati të shumta, e favorizoi dhe e vlerësoi ndaj shumë krijesave. Këtë Allahu i lartësuar e bëri që njeriu ta realizoj qëllimin e krijimit të tij. Ta realizoj qëllimin e krijimit të tij që të jetë rob i Allahut të lartësuar. Nëse e shikojmë njeriun, do të shohim se njeriu është një krijesë shumë e çuditshme. Është një krijesë e cila përbëhet nga dy komponente, nga dy përbërës. E kemi komponentin dhe e kemi komponentin qiellor, pra shpirt. Këtë më së miri e vërejmë në krijimin e njeriu të parë. Siç thot pra Ademit alayhis salam. Siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Përkujto kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të krijoj një njeri nga balta. Fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dhe kur ta formoj, ta krijoj atë, t'ja jap konstruktin dhe t'ja jap nga unë shpirtin, atëherë automatikisht ju menjëherë bini në sejdë atij. Ademi alayhis salam nuk e meritoi sejdën nga komponenti dhe balt, mirë po e meritoi sejdën e melekve, engjëjve, të cilët Allahu i lartësuar i urdhëroi t'i binë në sejdë Ademit alayhis salam, e meritoi me komponentin shpirt. Prandaj, me këtu vërehet dallimi ndërmjet njeriut dhe kafshës, sepse kafsha bën çfarë të dëshiroj, në formën çfarë të doj, kur të doj, në çfarë do kohë, në çfarë do forme, sepse nuk ka mendje, nuk ka logjik. Kurse njeriu i drejton instinktet e tij, punon sipas fesë, punon sipas mendjes. Dhe në anën tjetër, feja kërkon që ana shpirtërore tek njeriu të mbisundojnë ndaj anës materiale. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar dhe feja jonë islame njeriun e ngarkon dhe e ka obliguar me adhurime të shumta. E ka obliguar me adhurime të shumta me qëllim që ana shpirtërore tek njeriu të mbisundoj dhe të jetë më e fortë se sa ana materiale. Dhe njëri prej këtyre adhurimeve është edhe agjerimi, me të cilin njeriu, besimtari, pra qoftë besimtar apo besimtare, mashkull apo femër, kur agjeron tek ky besimtar, ana shpirtërore e tij bëhet më e fortë. Dhe me këtë ai e mund dhe e dobëson egon e tij, i dobëson pasionet e tij, e dobëson epshin e tij. Zaten për këtë arsye, Allahu i lartësuar në një hadith kudsi ka thënë: kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë të cilën e bën njeriu është për të, përveç agjerimit. Ai është për mua dhe unë do ta shpërblej për të. Yada'u ta'amahu min ajli, e lë ushqimin për mua, wa yada'u sharabahu min ajli, i lë pijet për mua, wa yada'u zawjatahu min ajli, e lë bashkëshortëm për hatrin tim, për hirtimin, wa yada'u shahwatahu min ajli, dhe e lë atë kënaqësinë, epshin e tij për mua. Prandaj dietarët islam kanë thënë, nga ky hadith kudsi kanë nxjerrë një urtësi dhe kanë thënë: mos nevoja e Allahut të lartësuar për ushqim, për pije, pra cilësia e Allahut të lartësuar është se ai nuk ka nevojë për ushqim, nuk ka nevojë për pije. Dhe kur njeriu
i afrohet, kur besimtari afrohet Allahu të lartësuar, e adhuron Allahun e lartësuar, pikërisht me një ibadet, me një adhurim, pra që është agjerim, e që është agjerimi, e që agjerimi është në përputhje, në ngjashmëri me këtë cilësi të Allahut të lartësuar. Për këtë arsye Allahu i lartësuar e ka atribuar agjerimin, ja ka atribuar agjerimin vetvetes së tij. Po në rrafshin e luftrave Hoxh, Ramazani si është muaji i fitoreve? Cilat fitore kanë ndodhur përgjatë historisë islame në Ramazan? Edhe në rrafshin e luftrave, gjatë muajit të Ramazanit kanë ndodhur luftra të shumta. Për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është shpërngulur prej Mekkës në Medina, në vitin e parë sipas hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte përgatitur një ekspedit pikërisht në muajin e Ramazanit, të cilën e ka përgatitur një ekspedit ushtarake, të cilën e ka udhëhequr xhaxhai i tij Hamza radiallahu ta'ala anhu në vendin e quajtur Sejlul Bahr. Në vitin e dytë sipas hijretit ndodh lufta e Bedrit. Në vitin e tretë sipas hijretit, pejgamberi sallallahu, pra pikërisht në Ramazan e kemi për qëllim në Ramazan, pra në vitin e dytë sipas hijretit në Ramazan ka ndodhur lufta e Bedrit. Në vitin e tretë në Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte përgatitur në Medina, sepse kishte dëgjuar që mushrikët politeistët e Mekkës ishin përgatitur që të hakmerën për të vrarët e tyre në luftën e Bedrit. Në vitin e 5 sipas hijretit në Ramazan ka filluar dhe bëhej përgatitja për luftën e Hendekut, pra kur muslimanët me propozimin e Selmanit radiallahu ta'ala anhu kishin filluar të hapnin Hendekun. Në vitin e 6 sipas hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon ekspeditën në krye me Ghalib ibn Abdullahut, i cili është nisur me 130 musliman dhe kishte shkuar tek bijt e Abdullah ibn Thalabes, të cilët kishin haptazi, kishin shfaqur armiqësi ndaj muslimanëve, dhe në këtë ekspedit triumfon dhe vije me pasuri shumë të madhe Ghalib ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Kemi në vitin e 8 sipas hijretit, kur bëhet çlirimi i madh i Mekkës. Në vitin e 9 sipas hijretit, në muajin e Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehej nga lufta e Tebukut. Fitore të shumta Hoxh, si mund të shpjegohet agjërimi në muajin e Ramazanit, pra kur bëhet fjalë pra për trupat fizik njerëzor të cilët janë të lodhur, dhe në anën tjetër shohim që ka ndodhur gjithë këto fitore në Ramazan? Feja islame është fe e cila e do forcën. Muslimani i fortë është më i dashur dhe i më i mirë tek Allahu i lartësuar se sa muslimani i dobët. Mirë po, forca apo fuqia është dy llojesh. Kemi fuqi materiale, por kemi edhe fuqi shpirtërore. Sipas parimeve islame, fuqia materiale mund të fitoj. Mirë po, fitoria e saj nuk është afatgjatë. Mund të fitoj materiale, ana materiale mund të fitoj, mirë po fitoria e kësaj ane e materiales nuk zgjatë shumë. Mirë po ajo që është e rëndësishme dhe në islam, fuqia karakterizohet me lidhjen e besimtarit që ka me Allahun e lartësuar. Aq sa është i lidhur me Allahun azza wa jall, aq më tepër bëhet muslimani apo besimtari bëhet më i fortë. Prandaj Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "In tansurullaha yansurkum." Nëse ju i ndihmoni Allahut, Allahu ju ndihmon juve. Wa yuthabbit aqdamakum, dhe ju përforcon këmbët tuaja. Çfarë do të thotë ti ndihmojmë ne Allahut? Allahu nuk ka nevojë për ndihmën tonë. Mirë po, nëse ne i ndihmojmë Allahut azza wa jall duke e praktikuar islamin, duke i përmbushur detyrimet fetare që kemi dhe duke u ruajtur nga ndalesat haramet
që janë të ndaluara në fenë tonë islame, atëherë ne arrim që Allahu i lartësuar të na ndihmoj neve. Pikërisht kjo mund të vrehet sepse ka ndodhur në shumë lufta ku muslimanët kanë qenë në numër më pak se sa armiqtë e tyre. Mirë po, kur zemrat e muslimanëve ishin të lidhura me Allahun e lartësuar, kur zemrat dhe muslimanët ishin të lidhur me Allahun Azza wa Jall, imani dhe besimi i tyre ishte i rrënjosur në zemrat e tyre, atëherë ata kanë fituar gjithmonë, edhe pse kanë qenë në numër dhe në përgatitje ushtarake kanë qenë më pak. Hoxh, përmendet më herët luftën e Bedrit, po ashtu edhe çlirimin e Mekës. A mund na përshkruani shkurtimisht fitoren e muslimanëve në Bedër, si ndodhi kjo? Lufta e Bedrit pikërisht ka ndodhur në muajin e Ramazanit, siç e përmendëm, në vitin e dytë sipas hijretit, në ditën e 17 të muajit Ramazan, dhe kjo ditë ka qenë ditë e premte. Këtë luftë Allahu i lartësuar në Kur'an e ka quajtur Yaumul Furqan, apo dita kur është ndarë e vërteta nga e pavërteta. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Allahu ju triumfoi, ju bëri juve që të fitoni në Bedër, e ju ishit të pakët në numër. Prandaj keni frikë Allahut nëse dëshironi ta falenderoni atë. Pra në këtë luftë triumfoi e vërteta ndaj të kotës. Triumfuan zemrat e besimtarëve, triumfuan besimtarët të cilët në këtë luftë ishin të pakët. Qëllimi i luftës apo qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i muslimanëve nuk ishte që të luftonin. Mirë po kishin dëgjuar që Ebu Sufjani po kthehe me një karvan me pasuri, po kthehe nga Shami, nga Siria e sotme. Kishte shkuar të bënte tregti. Dhe në këtë karvan ka pasur pasuri të muslimanëve. Dhe këta kishin, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët ishte përgatitur me shokët, numri të cilëve ishte 313 deri në 315, dhe kishin dalur ta presin këtë karvan. Mirë po Ebu Sufjani kur dëgjon se muslimanët kanë dalur, u dërgon lajm mushrikëve, Mekasve, Kureshitve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po dilte. Mirë po në të njëjtën kohë e ndroi edhe rrugën e kthimit për në Mekke, shkoi nga ana nga Bregdeti. Dhe kështu karvani shpëtoi. Mirë po pabesimtarët u përgatitën dhe erdhën, dhe kur dëgjuan që karvani ka shpëtuar, ata kanë pasur dëshirë që t'i jepnin fund islamit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë luftë i lutej shumë Allahut të lartësuar. Allahumma anjiz ba'dak. Zoti im, përmbush atë që më ke premtuar. Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam. Zoti im, nëse shkatërrohet apo merr fund ky grup, nëse vdes ky grup, nëse vritet ky grup i muslimanëve, fala tu'badu fil ardi abada, atëherë kur nuk do të adhurohesh në tokë. I lutej sa që i kishte rënë edhe ajo palto apo rrobat të cilën kishte pasur të veshur mbi trupin e tij. Mirë po Allahu i lartësuar dëshiron që ta triumfoj robin e vet. Dëshiron që ta triumfoj Islamin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Idh tastaghithuna rabbakum, kur ju po i kërkonit ndihmë Zotit tuaj. Allahu i lartësuar në Kur'an na tregon kur muslimanët po i luteshin Allahut azza wa jall, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. E Allahu ju përgjigj lutjes së tyre, ju përgjigj juve se po ju ndihmoj me 1000 melek të cilët vijnë, po i zbres 1000 melek të cilët vijnë njëri pas tjetrit. Pra, në këtë luftë triumfoi Islami. Në këtë luftë triumfoi e vërteta ndaj të kotës. U vran 70 pabesimtar. U zu në rob 70 të tjerë. Kurse në mesin e muslimanëve ka pasur 6 të vrarë si shahid inshallah nga
muhaxhirët nga ata të cilët janë shpërngulur prej Mekës në Medinë dhe 8 nga ensarit, pra gjithsej 14 musliman. Dhe Rifa ibn Rafia, njeri që prej muslimanëve që kishte marrë pjesë në këtë luftë, tregon se Gjibrili kishte ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën shumë vonë dhe e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si i konsideroni ju ata musliman që kanë marrë pjesë në luftën e Badrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur min afdalil muslimin. Ne i konsiderojmë muslimanët që kanë marrë pjesë në luftën e Badrit si musliman më të mirë, më të vlefshëm. E Gjibrili alayhi salam ja ktheu pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë po ashtu ne i konsiderojmë edhe angjëjt të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Badrit. Muslimanët hoxhtat se ishin një numër jo dhe aq i madh, kishin kundërshtar përballë me një numër shumë më të madh apo jo? Po, pra muslimanët kanë qenë 313 deri 315, kurse pabesimtarët kanë qenë mbi 1000. Muslimanët kanë pasur 2 kuaj, kanë pasur 70 deve, kurse pabesimtarët kanë pasur përgatitje ushtarake shumë më të madhe. Mirë po, jo gjithmonë materialja fiton. Në këtë rast vjen në shprehje atë që e thamë më herët, ana shpirtërore, pra ndihma e Allahut Azza wa Jall, kur zemrat e muslimanëve, kur muslimanët ishin të lidhur me Allahun e lartësuar, në zbatimin e Islamit, në praktikimin e Islamit, atëherë edhe ndihma e Allahut, triumfi dhe fitore e Allahut. Ka zbrit këndim. Hoxh, e përmendën gjithashtu edhe çlirimin e Mekës. Si mund na e përshkruani pak me Mekka, çlirimi i Mekës dallon nga lufta e Badrit. Se përmendëm në Bedër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte nisur për luftë. Mirë po, çlirimi i Mekës kishte ndodhur me përgatitje pikërisht në Ramazan. Strategjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që të niseshin në Ramazan. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në vitin e 8 sipas hijretit, në ditën e 20, do të thënë në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Dhe ka qenë mundësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të thotë, le të kaloj Ramazani, pasi ta përfundojmë Ramazanin do të shkojmë në Mekë. Mirë po jo. Paraprakisht në marrëveshjen e Hudejbijës, muslimanët që kishin bërë me kurejshitët jo musliman, politeist, ka qenë ato fise që dëshirojnë të bëhen aleat me muslimanët, kanë mundësi ta bëjnë. Kurse fise tjera që dëshirojnë të bëhen aleat, të jenë aleat me kurejshitët jo musliman, kanë mundësi. Dhe fisi Beni Bakr ishte bërë aleat me kurejshitët, kurse fisi Beni Khuza'a ishte bërë aleat me muslimanët, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndodh pas një kohe kur fisi Beni Khuza'a, i cili ishte aleat, kishte besën, marrëveshjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, disa prej këtij fisi kanë shkuar në Qabe. Dhe fisi Beni Bakr i kishin sulmuar. Normal edhe kurejshitët i kanë ndihmuar. Dhe shkon Amr ibn Salim al-Khuzai tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i rikujton atë marrëveshjen që kanë pasur me muslimanët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron që muslimanët të përgatiten dhe i lutet Allahut Azza wa Jall që lajmin e daljes së tyre ta fsheh. Dhe përgatiten 10.000 musliman. Derisa arrin në vendin Marru Dhahran afër Mekkës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndez zjarrin natën. Paraprakisht kur kurejshitët dëgjojnë, pra para se të nisej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kurejshitët dëgjojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjojnë që ka ardhur ky Amr ibn Salim dhe i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë ka ndodhur atyre, e dërgojnë Ebu Sufjanin që ta ripërtri marrëveshjen dhe ta zgjas më shumë. Mirë po pejgamberi shkon tek vajza e tij, shkon tek Abu Bakr, Omeri, askush nuk dëshiron ta pranoj. I flet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i përgjigj asgjë. Dhe pastaj musliman pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos dhe shkojnë derisa arrin në Marru Dhahran.
Pastaj kur shef Ebu Sufjani dhe para Ebu Sufjanit, pra rrugës Abasi me familjen e tij del si musliman, pastaj natën del edhe Ebu Sufjani të shoh çfarë është kjo. E takon Abasi dhe i thot, eja pranoje Islamin, se ka ardhur fundi. Pra të nesërmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyn në Qabe, hyn në Mekke me modesti shumë të madhe. Dietarët që e përshkruan hyrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë i hipur në deve dhe ka ulur kokën e tij saqë mjekra e tij prekte mbi deve dhe e këndonte surën Fath, pra surën e cila flet për çlirimin e Mekkës. Pra këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndalon që të ketë gjakderdhje. U ndalon muslimanëve të vrasin. Thot përveç nëse dikush u kundërpërgjigjet, i sulmon, atëherë duhet të mbrohet. Po, sigurisht thotë se do të flasim edhe me te edhe pak për çlirimin e Mekës, por fillimisht do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Shikues të nderuar, qëndroni ne kthehemi pas kësaj pauze. Të nderuar teleshikues, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të Zotëm Zëri i Arsyes dhe po flasim me Hoxhën Adnan Pallça lidhur me fitoret në muajin Ramazan. Hoxh, ishim duke folur për çlirimin e Mekës. Pra gjatë çlirimit të Mekës nuk pati përgjakje. Atëherë, pse kjo ngjarje kaq e rëndësishme ndodhi vetëm në vitin e 8 pas Hijrit? Ndihma e Allahut të lartësuar vije në kohën kur Allahu i lartësuar e ka caktuar atë. Triumfi, fitoria vije në momentin kur ai dëshiron, në formën të cilën ai dëshiron, dhe këtu askush nuk mund të përzihet në caktimin e Allahut Azza wa Jall. Shohim që para 8 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin kur ishte duke dalur prej Mekkës, Mekkasit kishin vendosur që ta vrisnin pejgamberin alaihi salatu wasallam. Kishin vendosur një shpërblim të madh se kush po e vret apo po e zë Muhammedin alaihi salatu wasallam. Dhe kalojnë disa vite e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po kthehet në Mekke, por këtë radhë si çlirues, si triumfues. Dhe kjo ndodh për arsye se numri i muslimanëve, pra Islami, ishte përhapur. Numri i muslimanëve ishte shtuar. E përmendëm që numri i muslimanëve që kanë marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çlirimin e Mekës ka qenë 10.000. Pra është shtuar numri i muslimanëve, Islami është rritur, është zgjeruar, dhe Allahu i lartësuar dëshiron që në këtë kohë, këtë vend të bekuar, këtë xhami të shenjtë, pra Qaben, ta pastroj nga illujtaria dhe ta bëj vend në të cilin do të adhurohet Allahu i lartësuar. Vend nga i cili muslimanët po kthehen në namazet e tyre, në lutjet e tyre. Pra dëshiron Allahu i lartësuar që kiblen e muslimanëve ta pastroj nga illujtaria. Dhe pikërisht Allahu i lartësuar e zgjedh që ky çlirim apo ky i Mekkës, ky pastrim i Qabes nga idhujt, që numri i tyre ka qenë 360 idhuj, pikërisht të ndodh në muajin e bekuar të Ramazanit, në vitin e 8 sipas Hijretit, në ditën e 20 të Ramazanit, e që ka qenë ditë e premte, siç e përshkruajnë dietarët islam. Hoxh, luftrat dhe fitoret në Ramazan kanë ndodhur edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Do të na veçoni ndonjë prej tyre? Po pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë muajit të Ramazanit kanë ndodhur edhe shumë luftra të tjera. Do t'i veçoja disa prej tyre. Po. Në vitin e 13 sipas Hijretit, gjatë muajit të Ramazanit, ka ndodhur beteja në vendin Buwejb në Irak, e cila ka qenë luftë e ngjashme me atë të Jermukut. Komandanti muslimanëve ka qenë Muthanna ibn Haritha. Në vitin e 31 sipas Hijretit, në muajin e Ramazanit, çlirohet vendi Nuba në jug të Egjiptit.
komandanti muslimanëve ka qenë Abdullah ibn Saad ibn Ebu Sarhi, radiallahu ta'ala anhu. Në vitin e 53 sipas hijretit, në Ramazan shlirohet ishulli Rodos, në duart e komandantit Gjunada ibn Ebu Umeja. Në vitin 67 sipas hijretit mori fund shteti i Mukhtar e Thekafiut pikërisht në muajin e Ramazanit, në duart e komandantit Mus'ab ibn Zubejri, i cili ka qenë mëkëmbës i Basrës. Në vitin 91 sipas hijretit, në Ramazan shlirohet Andaluzia apo Spanja e sotshme, në duart e komandantit Tariq ibn Ziyadit. Në vitin 223 sipas hijretit, shlirohet Amuria në duart e Mu'tasimit. Në vitin 264 sipas hijretit, në Ramazan bie qyteti Sirakuza nga ishulli i Sicilisë. Në vitin 658 sipas hijretit, në Ramazan, në ditën e premte ka ndodhur betejë në vendin Ain Jalut, pra në Sirinë e sotme, ndërmjet muslimanëve dhe tatarëve, në të cilën ka triumfuar mbreti Kutuz, mbreti i Egjiptit. Në vitin 666 sipas hijretit, ka ndodhur shlirimi i Antakjas, qytet i cili sot bën pjesë në Republikën e Turqisë, e që është në kufi me Sirin, komandant ishte Adhahir Bibras, dhe në të ka triumfuar ndaj krishterëve. Në vitin 827 sipas hijretit, në Ramazan bëhet shlirimi i Beogradit në duart e Sultan Sulejman Kanunit. Në vitin 829 sipas hijretit, në Ramazan shlirohet Qiproja në kohën e Memalikëve, edhe pse Qipro është shliruar edhe më herët në kohën e Muawiya ibn Ebu Sufjanit në vitin e 28 sipas hijretit, mirë po ata kohë pas kohe i kanë prishur ato marrëveshje që e kanë pasur me muslimanët, derisa në vitin 829, pra përfundimisht shlirohet nga Memalikët. Hoxh, në Ramazan pati filluar edhe lufta e fundit në Kosovë në vitin 1998 në Drenicë tek familja e famshme e Jashareve. Bas Shabani ishte duke marrë abdes në kohën kur forcat serbe sulmuan heronjët dhe kanë vrarë heronjët tanë tashmë. Pikërisht në muajin e Ramazanit para 15 viteve, në këtë familje të famshme, në kohën e syfyrit, filloi edhe lufta për shlirimin e Kosovës. Në muajin e Ramazanit, në syfyr, ishte fillimi i formimit të shtetit të Kosovës. Ishte fillimi i luftës për shlirimin e Kosovës. Dhe në këtë familje, siç e dim të gjithë ne, të gjithë ishin ngritur për syfyr. Dhe përmendet edhe ju, Baca Shabani, Allah e mëshiroft, kishte marrë abdes. Pra, në muajin e Ramazanit filloi fundi i barbarëve, i serbëve, të cilët kanë bërë tortura të ndryshme në Kosovë. Dhe këtë duhet t'ua mësojmë fëmijëve tanë dhe të shkruhet në historinë e Kosovës, sepse fillimi i ndërtimit të shtetit të Kosovës ka qenë pikërisht në muajin e Ramazanit, në syfyr, në kullën e familjes së Jasharajve në Skenderaj. Prandaj, kjo duhet të mbetet në kujtesën tonë dhe gjithmonë ta kujtojmë këtë familje për kontributin që e kanë dhënë për Kosovën, sepse flijuan jetrat e tyre, dhanë gjithçka që kanë pasur dhe poseduar, vetëm që ne sot ta gëzojmë lirin, këtë liri që e kemi, ta gëzojmë ne në familjet tona
me fëmijët tanë, me të dashurit tanë. Atëherë hoxh, nga kjo që përshkruhet mund të konkludohet se Ramazani nuk qenë ka muaj që ja bën të vështirë jetën njeriut, por përkundërzi e forcon dhe e bën triumfues atë apo jo? Patjetër, Ramazani është ai i cili e forcon, e rigjeneron, e akumulon dhe i ashton forcën besimtarit muslimanit, ashtu siç e përmendëm. Pra ana shpirtërore është ajo e cila e dirigjon dhe e drejton anën materiale, dhe kur njeriu tek ai mbisundon ana shpirtërore, pra komponenti shpirt është më i fortë se komponenti materie, pra dhe, atëherë njeriu është i fortë, atëherë njeriu është i mirë, vetëm atëherë njeriu mund të bëhet i ndershëm, mund të bëhet i devotshëm, mund të bëhet i sinqert dhe mund të bëhet i fortë. Hoxh, kemi arritur në fund të emisionit, se do të shtoni edhe diçka për fund? Për fund dëshiroj që të gjithë muslimanët ta kuptojnë mesazhin e Ramazanit, mesazhin e agjerimit, dhe ta dinë se agjerimi e bën muslimanin të fortë, e bën muslimanin që të ndihet më afër Allahut të lartësuar, e bën muslimanin që të ngrihet nga ajo që e bën njeriu nga bota shtazore dhe të lartësohet e të ngrihet në botën e engjëjve, në botën e melekëve. Pra, lut Allahun e lartësuar që secilit prej nesh t'ja mundësoj të arrijë këtë, dhe lut Allahun e lartësuar që të gjithë muslimanëve t'u lehtësoj agjerimin dhe të dalin prej këtij muaji me gjunahe të falura, të pastër prej gjunaheve, dhe Allahu i lartësuar të jetë i kënaqur me secilin musliman. Allah ju shpërblet hoxh për lutjen, Allah ju shpërblet për kohën që gjetët të vini në Prishtinë për të na drejtuar me këto këshilla lidhur me muajin Ramazanit dhe fitoret që ndodhen në të. Allah ju shpërbleft edhe juve të gjithëve dhe mbar muslimanët kudo qofshin ata. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Ju vazhdoni të qëndroni me kanalin PIS TV duke u shoqëruar edhe me emisionet e tjera. Ne ju përshëndesim për lënë takimin ton të radhës emisioneve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.